Kandidati i Partisë Demokratike në Bashkinë Vaudès është takuar me strukturat dhe drejtues të Partisë Demokratike në këtë zonë. Gjatë këtij takimi, ku ishin të pranishëm edhe kryetari i Partisë Demokratike Shkodër dhe kryetari i grupit të punës Gjoku Ldedaj, Hila deklaroi se gjatë drejtimit të tij në krye të Bashkisë Vaudès, një vëmendje të veçantë do të ketë për shtresat në nevojë. Ne do fillojmë nga komuna e Malit, nga gjithë fshatrat e komunës të Malit, duke bërë një evidentim të saktë të gjitha familjeve që jetojnë në komunën e Malit. Të gjitha ato familje që janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike, unë jam sot këtu përpara jush për t'ju garantuar që çdo familje që plotson kriteret do jetë pjesë e përfitimit në masën 100% të skemës së ndihmës ekonomike. Ne, në një fati të shkurtër, do bëjmë punën hartimin e projekteve për t'i paraqitur në institucionet përkatëse aty ku gjenden dhe burimet e financimit. Nga ana e tij, kryetari i Partisë Demokratike Ramiz Shobaj ka folur për të larguarit nga Partia Demokratike në këtë zonë, ndërkohë që Uldedaj është shprehur se kundërshtari politik nuk përfaqësohet më nga askush. Po e do shofi ditën me datën 22 kur të hapet kuti. Tash llogaritën sa ka vota mrapa Lek Biba, sa në mitingun e organizuar në Hajmel që u duk një miting i stërmall, unë kam humbur një pas, si mas informacione që kisha unë, ishin 37 vetë nga Hajmeli. Faktikisht e humba pasin se ishin ka 24 vetë. Të gjithë tjerët, ma pak, të gjithë tjerët të transportuar. Pjetër Dheshin, kryetar i komunës Vignelës, ai pretendon që do dalë shkëlqyeshëm atë, japin shifra nëpërmjet gojëve tjera, japin shifra galopante, shifra të mëdha 70, 80 e tjera, megjithatë ai do marrë përgjigjen me datën 22, humja do jetë shumë dërmuese për të, dhe do i çohet mesazhi që Partia Demokratike e Vignelës e ka bërë atë. Ka bërë e tij, jo ai Partinë Demokratike. Është një kandidat me diferenca të mëdha me herë me kandidatin tjetër, i cili tashmë nuk mund na me i thanë që është i aleancës Majt, pasi është një kandidat i braktisur. Zefila vijon takime tashmë jo vetëm me banorët e zonave të Bashkisë Vaudès, por edhe strukturat e Partisë Demokratike, të cilët synojnë një rezultat plebishitar në zgjedhjet e 21 qershorit.